Angel Shkira ka reaguar pas një sër komentesh që ka marrë në rrjetet sociale lidhur me pamjen e saj. Moderatorja ka publikuar në Instagram disa prej reagimeve të ndjekësve, të cilët komentojnë kryesisht vetullat dhe buzët e saj. Disa prej tyre këshillojnë të ndryshojë pamjen, ndërsa të tjerë aludojnë për ndërhyrje estetike. Pasi komentet u shtuan, Angel vendosi t'u përgjigjej publikisht, duke zhvendosur vëmendjen te presioni që sipas saj ekziston ndaj vajzave për mënyrën se si duhet të duken. Sa e vështirë është në Shqipëri të pranohesh si je. Ti bësh je e bërë, mos i bësh, prap i ke të bëra. Ti lësh fare pas dore pse si bën, shkruan fillimisht ajo. Mëtej moderatorja shton: e kuptoj që kemi standarde shumë të larta, por po vazhduat kështu, do kemi vetëm vajza që postojnë me filtra, që të mos kemi kur mundësi t'i dini vërtet si duken. Na lini të jemi të shëmtuara, aman o Zot, se s'ka kush nerva me bë më shumë se kaq. Angel nuk është ndalur te secili koment veçmas, por ka zgjedhur t'u jap një përgjigje të përbashkët kritikave për pamjen e saj. Me reagimin e saj, ajo ka bërë të qartë se nuk dëshiron të përshtatet vazhdimisht pritshmërive të ndjekësve për mënyrën se si duhet të duket në fotografi apo video. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.